Territori shqiptar për datën 19 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe pranveror në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor verilindor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 26 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 22 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 27 gradë. Durrës 14 deri në 26 gradë. Kavaj 13 deri në 25 gradë. Elbasan 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat 12 deri në 27 gradë. Korç 9 deri në 21 gradë. Vlorë 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 26 gradë. Sarand 15 deri në 25 gradë Celsius.